Blerja e një avioni të ri hapi polemika për keqpërdorimin e të vjetrit. СДСМ, odnosno građanite, gobarate odgovorit. Koji se patnici vo Vladinot avion zajedno su premijerot Mickovski. Reagojnë nga qeveria duke I quajtur si lajme të rrema e pretendimet e LSDM-s se familja e kryeministrit udhtoi për në Split të Kroacisë. Aeroplani zyrtar 20 vjeçar është përdorur ekskluzivisht nga kryeministri Mickovski, pa shoqërim familjar për nevojat e tij zyrtare dhe në një periudhë prej 2 vitesh vetëm për 4 udhëtime në vendet fqinje. Sjellja e LSDM-s dhe liderit të tyre Venko Filipçi është hipokrita, I cili në diskutime të mbyllura pranon blerjen në një avioni të ri qeveritar dhe në publik e kritikon plotësisht atë. Për avionin e shtetit foli edhe presidentja Siljanovska, e cila thot se e përqeshin homologët të saj kur fluturon për në takimet zyrtare jashtë shtetit, sikurse Mickovski edhe ajo shpreh shqetësimin për udhëtimet. Vladinoto avionče, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Јас можам да кажам за мене. Употребата на Владиното авионче понекогаш овозможува функционално извршување на државната работа, ама и поевтина од што користењето на комерцијалниот лет. Сега не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на старо. Përndryshe Mickovski njoftoi se 4 herë kishte përdorur avionin qeveritar duke sqaruar se nga Spliti në Shkup, pas pushimeve vjetore në gusht të vitit të kaluar, ai u kthye me aeroplanin qeveritar sepse humbi fluturimin e Croatia Airlines. Mickovski tha se heq dorë nga blerja e një aeroplani të ri, që sipas opozitës maqedonase taksapaguesve do të kushtonte hiç më pak se 100 milion euro.